Për punëtorët në Gjermani do të ketë në të ardhmen disa ndryshime dhe atë shumë të mira, në veçanti për ata që punojnë edhe pas orarit të punës, pra ata që bëjnë Überstunden, siç thuhet në Gjermani, apo orështesë. Qeveria e re do të rritë edhe pagesat minimale për 1 orë pune në Gjermani. Lajme të mira vijnë edhe për pensionistët, ndërsa për ata që punojnë në të zezë, edhe lajmet janë më të zeza. Por, fillimisht një lajm i mirë edhe për ata që duan të dërgojnë para në Kosovë dhe atë pa provizion. Prej tani, institucioni IBAS ofron dërgimin e parave në vendlindje pa kurfar provizionin në qoftë se pranuesi i parave në Kosovë. Pra, personin që ka hapur një llogari në IBAS në Kosovë ka marrë tarifën remitenca, premium apo integra. Pra, nëse familjari i juaj në Kosovë e ka hapur një llogari në IBAS dhe ka marrë një prej këtyre 3 pakove, remitenca, premium apo integra, atëherë ne mund të dërgojmë para nga Gjermania, Zvicra apo vendi ku jetojmë pa provizion, pavarësisht sa para dërgojmë. Dërgimi i parave është në fakt shumë i thjeshtë. Fillimisht, personi që jeton në Kosovë duhet të hapë një llogari në IBAS, e hapja e llogarisë është vërtet shumë e thjeshtë. Merrni telefonin tuaj celular, shkoni në App Store, e gjeni aplikacionin IBAS dhe e shkarkoni. Shkarkimin duhet ta bëjnë pra personat që jetojnë në Kosovë, ndërsa ne mund të dërgojmë para nga llogaria jonë pa provizion nëse ata në Kosovë marrin edhe një prej këtyre 3 pakove që i përmenda më lart. Ndryshe, parat mund të tërhiqen në çdo bankomat në Kosovë, por për më shumë shikoni edhe këtë linkun që po shihni këtu poshtë, e të gjitha informacionet mund t'i gjeni natyrisht edhe në faqet e internetit apo në rrjetet sociale të institucionit IBAS. Por, për të dërguar para, ne së pari duhet t'i fitojmë ato natyrisht. Siç e thash në fillim, përveç rrogave normale në të ardhmen, do të përfitojnë më shumë të gjithë ata që punojnë më gjatë se orari i punës, apo të gjithë ata që bëjnë Überstunden, siç quhet. Koalicioni i ri CDU-CSU dhe SPD ka parashikuar në programin qeverisë që ka hartuar këtë ditë që për orët shtesë, pra për Überstunden të mos paguhet më tatime. Që do thotë se ata që punojnë më gjatë se sa parashikohet me orar të punës në kontratë, në këto fitime nuk do të kenë nevojë të paguajnë tatime. Kjo vlen natyrisht për ata që kanë kontrata të rregullta pune dhe jo për ata që punojnë në të zezë, sepse koalicioni i ri parashikon të ashpërsojë edhe më shumë rregullat për ata që punojnë në të zezë, por edhe për ata që ofrojnë punë në të zezë. Njëkohësisht, me datën 1 janar 2026, pra në fillim të vitit e ardhshëm, pagesa minimale për 1 orë punë do të rritet në 15 euro për 1 orë punë. Kjo do të thotë se në Gjermani më nuk mund të paguhet askush më pak se 15 euro për 1 orë punë nga fillimi i vitit 2026. Unë ju kam njoftuar, por po e përsëris edhe një herë. Aktualisht pagesat minimale për 1 orë punë në Gjermani janë 12 euro e 82 cent. Por unë shpresoj shumë natyrisht që askush nga ju vërtet nuk punon me pagesa minimale në orë dhe se orët janë shumë e lartë. Më në fund, koalicioni i ri qeveritar parashikon lehtësime edhe për pensionistët që duan të vazhdojnë të punojnë. Të gjithë pensionistët që duan të vazhdojnë të punojnë pas pensionimit mund të fitojnë deri në, kujdes, 2.000 euro pa tatime. Pra, nëse një pensionist punon edhe pas daljes në pension dhe fiton për këtë punë 2.000 euro, në këtë shumë ai më nuk do të jetë i detyruar të paguajë tatime fare. Por të kuptohemi, miqtë e dashur, të gjitha këto janë akoma vetëm plane të koalicionit të ri qeverisës. Qeveria e re pritet të zgjidhet në maj, pastaj do të përgatisë projekt ligjet, të cilat duhet të miratohen në Bundestag e Bundesrat dhe të shndrohen në ligje. Vetëm pastaj mund të zbatohen këto rregulla dhe ligje. Por unë me siguri që do ta ndjek me shumë vëmendje të gjithë këtë proces, të gjitha këto ndryshime, sepse e di që na interesojnë shumë dhe do t'ju njoftoj me kohë. Ndaj, mos harroni të abonoheni në kanalet e mia dhe ta shpërndani edhe këtë video, sepse mua personalisht më duket vërtet shumë interesant, në veçanti për ata që punojnë me shumë mund dhe me shumë zell, punojnë edhe jashtë orarit të punës, pra le të shikojnë edhe ata këto lajme të mira. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti.